أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe sot jemi në hadithin e dytë në këtë kapitull, hadithin 660 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muqsitina inda Allahi ala manabir min nur الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا." رواه مسلم. Narafan Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: me të vërtet të drejtit tek Allahu do të kenë mimbere nga nuri, ata që janë të drejt kur qeverisin brenda familjes së tyre edhe ndaj popullit që e sundojnë. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Në mësimet e kaluara kemi treguar disa mësime dhe porosi që dalin nga ky hadith, dhe fundin e kishim porosin e potencimit dhe theksimit të vërtetave fetare islame. Në komunikim me të tjerët, kur flasim për fenë islame, duhet të shfaqim bindjen tonë dhe paluajtshmërinë tonë në besimin që kemi në këto rregulla dhe parime të fesë. Zatën feja nuk mundet më ndërtu brenda nesh në mungesë të bindjes, në mungesë të jekinit. Kur njeriu ka luhatshmëri, ka pasiguri në vetveten e vet në lidhje me besimin e tij, ai njeri as vetes nuk mund t'i bën dobi, po as tjerëve. Kur kemi bindje në parimet tona fetare, jemi të sigurt në argumentet për to, atëherë na kemi mundësi me ndiku të tjerët, me ofru modelin e besimtarit të bindur, plus kemi fuqin imanore e cila në ndihmon në ballafaqimin me tjerët të cilët e sulmojnë islamin apo e kundërshtojnë ata. Sot me lejen dhe ndihmën e Allahut xhelal do vazhdojmë me mësime dhe porosi tjera që dalin nga ky hadith. Prej temave që i prek ky hadith është vlera e drejtësisë në mesin e shoqërisë dhe pozitën e lartë që e merr njeriu i tillë ditën e llogarisë. Drejtësia është një virtyt, një vlerë e madhe dhe e rrallë. Dhe secili prej nesh duhet punon me veten e tij që ta instalon këtë vlerë fuqishëm brenda tij, në mendimet e tija, në fjalët e tija, në veprimet e tija, në gjykimet e tija, në organizimet e tija, në gjitha aspektet, që drejtësia të dominon në çdo gjë që ai e bën, sepse kjo është detyrë dhe obligim fetar. Feja islame insiston në këtë parim, në parimin e drejtësisë, dhe tregon me argumente të shumta fetare, ajete dhe hadithe
vlerën e lartë që ka njeriu i drejtë. Ky hadith që kemi paranesh është një prej argumenteve që tregon se ata që janë të drejtë në të gjitha porët e jetës së tyre do kenë pozitë të lartë tek Allahu Dhu Xhelal. Andaj kur themna menabir, minber, do thot një vend ku duket, ku dallohet prej tjerëve. Pse kjo situatë? Për shkak se nuk është lehtë me qenë i drejtë. Ka vështirësi, ka kosto drejtësia. E njeriu i cili është i gatshëm u ballafaqë me ato vështirësi dhe është i gatshëm me paguajt kostën e drejtësisë, atij i ndodhin sprova. Ai ballafaqohet me vështirësi. E për këtë arsye Allahu Dhu Xhelal e ngrit atë edhe në dynjë, po e ngrit edhe ditën kur dalim para Allahut subhanahu wa ta'ala. Qadi Iyadi rahimahullahu ta'ala në komentimin e këtij hadithi thot al-muqsitun, termi al-muqsit që është përdorur në këtë hadith thot e ka kuptimin al-adilun, të drejtit. E ka e marrim na ka nën kuptojmë se al-muqsit e ka qëllimin i drejti apo të drejtët, thot nga pjesa e fundit të hadithit. Alladhina ya'diluna fi hukmihim, ata që kur kanë pushtet qeverisin me drejtësi. Kanë drejtësi brenda familjes së tyre. Dhe kanë drejtësi ndaj atyre që kanë në varësi apo në pushtetin e tyre. Pastaj thot Qadi Iyadi rahimahullahu taala, thot kjo vlerë i jepet secilit që ka pozitë të atill në shoqëri ku udhëheq, ku prin, ku sundon, ku qeveris. Qoftë ajo khilafeti, do të i pari i muslimanëve, khalifi i muslimanëve. Qoftë ajo imareti. A dini çka është dallimi mes khilafetit dhe imaretit? Khilafeti është pushteti qendror. Imareti është pushteti lokal. Do të thotë, nëse parashojmë në botën islame si një tërësi, do të është një shtet i përbërë prej shumë vilajeteve. Siç ka qenë në Perandorinë Osmane. Është këtu në Ballkan, tokat shqiptare kanë qenë të organizuar dhe të ndame në 4 vilajete. Vilajeti i Shkodrës, vilajeti i Shkupit, vilajeti Manastirit dhe vilajeti i Janinës. Edhe këto vilajete kanë përbë në atë kohë tokat shqiptare, në vend njësi administrative. Edhe në shtetin islam, do të khilafeti është pushteti qendror që udhëheq krejt tokat muslimane, e vilajetet janë njësi administrative rajonale për t'i ndahë domethënë vende sipas do thotë normalisht kulturës, gjuhës e kështu me radhë, pozitave gjeografike, ashtu sikurse sot janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata janë shumë shtete brenda një tërësie shtetënore. Andaj thuhet Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë shtete që në nivel lokal kanë vetë qeverisje, po në nivelin domethënë qendror kanë një pushtet i cili përfaqëson këtë ato shtete. Andaj qoftë në khilafet, qoftë në imaret, apo në përkujdesje të jetimit, për shembull dikush e ka një organizim që kujdeset për jetimat, që si janë sot shoqatat humanitare, që merren me jetima, merren me familje të varfëra. Duhet me qenë të drejtë. Mos më dhon përparësi dikujt para tjetrit. Mos më pas selektime pa drejta. Mos më pas dikush me qenë i privilegjuar e dikush i diskriminuar. Për të gjithë ato që i plotësojnë kushtet dhe kanë aplikuar me kohë sipas kohës së aplikimit dhe kushteve që i plotësojnë, duhet të vlerësohen. Andaj dikush që merret me punë humanitare, mendon se është të bëjë punë të madhe dhe të mirë,
ama bën hile. Ati që e njef i jep ma shumë, ati që se njef e len mazdore. Edhe ai kujton që është humanist, edhe është punë të madhe të bo, ama është të bo pa drejtësi. Shifne, kuptoni tani sa është preciz Islami. Edhe ty që mendon se e të bo mirë, nëse nuk i respekton rregullat, tu desh me bo mirë, gabon. Dikush thirr 10 herë në telefon. E të me hek qafës ti e njëmon. A meriton ose meriton se shikon. Kjo është pa drejtësi. Edhe 100.000 herë me thirr në telefon. Nëse nuk e meriton, s'ka shka me e ndihmu ata. Se prioriteti nuk ndërtohet në moment, nga presioni momentar që të jep dikush, por nga rregullat që i ke vendosur. Dhe në bazë rregullave duhesh me zhvillu veprimtarinë tonë. Përndryshe, tu desh me bo mirë gabon. Edhe normalisht ke me dhënë llogari për këtë amanet që e ke marrë dhe mënyrën se si e ke realizuar. Pra shkak ata që merren me këto punë humanitare, duhet me analizu vetveten e vet, vendimet e veta, veprimet e veta, qëndrimet e veta, a janë në frymën të drejtësisë apo nuk janë. Që nesër kur del para Allahu Dhu Xhelal të ketë gatishmëri për dhënë përgjigje të duhura. Apo njëjtë hen kjo të meselja e shoqatave humanitare, puna e ndihmave humanitare, sadakave. Ti mbledh sadaka, normalisht janë sadakat kontribute vullnetare, të lihen amanet ty, ata donator, sponsor, të autorizojnë ty që në emër të atyve të bësh ndamin e kësaj sadakas. Edhe këtu kërkohet drejtësi. Jo nepotizëm. Jo, domethënë, ti shkelish rregullat. Pse njeh diken e kit afër, ta ndihmosh më shumë se atë që është i largët. Po jo, sipas nevojës që kanë, sipas kushteve që plotësojnë, sipas kohës së aplikimit që kanë bërë. Andaj duhesh me mbledh këto kritere edhe në bazë të asaj me marr vendimin. Nëse don që në këtë veprim me qenë i drejtë ndryshe, do japësh llogari para Allahut Dhu Xhelal. Ti mundesh me thonë hoç punë vullnetare jam të bë. Njerëzit më kanë autorizuar. Po këtë është në rregull. Është punë vullnetare, është punë humanitare, është punë fisnike, ti je autorizuar, ata të kanë dhënë drejt ty, mirë po këtë kjo nuk amneston nëse ti në momentin që ti e ndan këtë amanet, nuk e ndan me drejtësi. Nuk ja jep secilit atë që e meriton, edhe sipas asaj që e meriton. Andaj, thot Kadhi Iyadi në vazhdim, do thot, apo në situatë ku ti ke mendo të drejtat e familjes tone. E ki gruan, e ki fëmijët, e ki prindërit, e ki vllaun, e ki motrën, edhe si vepron me ta, a ki drejtësi. Për shembull, një fëmijë don më shumë, një fëmijë është më belaxhi. E ki pse vardiset ty, do thot, sillet me servilitet ndaj teje, ta bën qefin, thot fjalë amla, ti ati jep më shumë. E ki qetri pak ma i thartë, ose ma i vrasht, ose ma i pakujdeshëm, e ketë elen ma zdore. Është pa drejtësi. Duhesh me qenë i drejtë me të gjithë. Normalisht ka momenti që mund është me ndeshku X-i për shkak sjelljes së keqe, mund është me favorizu Y-in për shkak të sukseseve që ka, ama si rregull general duhesh me qenë i drejtë me të gjithë. Dhe këta njerëz e marrin atë pozitë të lartë që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, manabirun min nur, pozita të larta nga drita. Dhe ulemat kanë thonë el mimberu, mimberi është quajtur mimber për shkak të shfaqjes së tij, se del shesh, shifet nga larg. Domthonë diçka që ngritet mbi tokë është mimber, edhe normalisht këtë rast Allah i madhëshëm jep kësi lloj pozitash atyre që janë të drejtë. Njëjtë Imam Nevevi rahimullahu taala duke sqaruar këtë hadith e fillon prej sqarimit të fjalës mimber, pastaj thot wadhahiru, sipas hadithit na bëhet neve e qartë, dukshëm e qartë se ata
do të kenë pozita reale të larta në ditën e Kiametit. Do të ngriten vendi tyre ku ata do qëndrojnë, do jetë i ngritur. Tamam mimber. Jo me thonë ata do të jenë më të lartë se tjetër. Tamam pozita të larta. Thot, pse kjo? Sepse detyra dhe obligimi fetar i muslimanit kur i lexon ajetet kuranore edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet t'i kupton sipas kuptimit si përfaqësor që ka ajeti dhe hadithi. Andaj kur thot Allahu dhu xhelal do të kenë mimber, do të vend të ngritur, ashtu do të më kuptu. Këtë ajetin Kur'an edhe hadithet kur flitet kuptimin e parë që e jep në gjuhën arabe duhet me marr. Për shembull, kur themi na se në Kur'an përmendet namazi, ti s'mundesh me thonë namazit se namazi nën kupton veç me ju drejtu Zotit me lutje dhe mjafton. Ose kur përmendet haxhi, me thonë udhëtim shpirtënor, s'ka nevojë me shkojnë qabe, për shembull. Se kjo është kur ti fillon ajeteve kuranore apo haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më ia shtrembru kuptimin e parë që e jep ajeti apo hadithi. I jep të drejtë secilit çdo ajeti që ai nuk don me kuptu sakt, mi dhon kuptimin e vet. Edhe andaj dalin sot njerëz që krejt Kuranit, gjithë ato ajete, 6236 ajete që ka Kurani, e 114 sure, del aj edhe jep kuptimet e veta. Edhe flet për Kuranin si pas hamendjes së tij. Bile, e merr guximin mi i shatë të tjerët, e mi ofendu se ata se kuptojnë Kuranin, e ky e pas ka kuptu. Pra shka këtë mund, ulemat kanë insistuar gjatë sharimeve të veta që kanë bërë ndesh Kur'anit, nëpërmes tefsiret të tyre, ndesh haditheve, nëpërmes komenteve, librave që janë koment të librave të hadithit, janë mundu që argumentit fetar, ajetit të hadithit, mos m'ia shtrembru kuptimin, por me insistu në kuptimin e parë që e jep. Edhe pastaj normalisht në bashkëpunim me argumentet tjera të ngjashme, me nxjerr kuptimin e plot edhe të saktë. Pra, do të kenë pozita të larta, do të kenë vende të ngritura në xhenet me plot kuptimin e fjalës, këtë kjo për shkak të drejtësisë që ata kanë pas ndaj atyre që i kanë sundu. Qoftë khilafet, niveli më i lartë, khalifi muslimanëve, i pari muslimanëve, qoftë imaret, një nënpunës administrativ, një shef rajonal i një shteti, qoftë në gjyqësi, është kadi, gjukatës, edhe gjukon, edhe kjo më është ma e qartë, zullumi dhe drejtësia, edhe rëndësia sa është e madhe në këtë situatë, apo është polici e cila sjell rend dhe siguri më një vend, sa është më rëndësi ajo me kone drejt, edhe çka ndodh me një shtet, me një vend, kur policia, sistemi sigurisë është i pa drejt, e i bën zullum njerëzve, e i rrejf njerëzit vend e pa vend, ku duhet e ku s'duhet, e njerëzit vese me një siguri kur vinë ata, me i rok panika, si ndodh me shqiptarët në vendet tona, hala e kemi vështirë na me hek atë stresin, atë tremën, prej policisë, sepse zakonisht policia ku ka ardhur ne ka ardhur me na bë zullum. Edhe në moment që e shef policin ti trok një panik, një trem, a thu çka ka me ndodh, çka ka me na bë. Edhe fëmijët zakonisht ikin për policisë. Megjithëse raporti i shoqërisë me policin do të më kondryshe. Gjëra që shoqëria e shef policin do të më gëzu. Edhe do të muni më i sigurt. Se vjen dikush që e mbron, vjen dikush që e ndihmon, vjen dikush që jep siguri. Mirë po, për shkak të keq përdorimit të kësaj pozite, të na shqiptarët sidomos, hala kemi antipati
ndaj policisë, uniformës policore. Edhe ki vështirë ti me inkorporu në ato reagime tuja spontane, mirësjelljen edhe mikpritjen ndaj policisë. Që do më thonë se policia duhet me punu shumë për me rregullu imazhin e vetë, duhet me u përzi shoqëri, do me normalisht me buzëqeshje, me urtësi, me drejtësi, me brengë dhe gale për shoqërinë, që të ndrohet perceptimi në shoqërinë tonë ndaj policisë. Apo kujdestar të jetimave, të sadakave, të vakëfeve, këtë të më qenë të drejtë. E tash, puna e vakëfit është amanet shumë i madh. Edhe ai që e merr përsi për menaxhimin e vakëfeve, sidomos të na në Ballkan, ka vakëfe që janë 600-700 vjetra. E ka ndërtu një sultan, një beg, një pasha, një bamirës, e ka ndërtu një xhami, e ka ndërtu një han, e ka ndërtu një hamam, e ka ndërtu një urë, ka ndërtu çka s'ka ndërtu dhe i ka lënë vakëf. Dhe do të muslimanët janë parët që e kanë ideu, normalisht për argumentit fetar, meselën e vakëfit. Do thotë që t'i lënë një objekt të madh në shërbim të shoqërisë dhe ajo menaxhohet nga menaxher të caktuar në prizmën apo në përputhje me qëllimin që është ndërtuar. Për shembull, ndërtohet një xhami edhe ajo lihet vakëf. Xhamia ndërtohet që njerëzit të falen te edhe të mësojnë fen te. Edhe këshilli i xhamisë që marri përsipër me menaxhuat vakëf, duhet me arrujt këto qëllime, që xhamia me konë vazhdimisht e hapur për 5 kohët e namazit, për xumo, për bajram, për teravi, për këtë namazet që janë domethënë detyrueshme apo të pëlqyeshme për muslimanët, edhe me konë xhamia e hapur për mësim besim, për ligjërata, mësime kështu me radhë. Edhe xhamia është ndërtuar para 500 viteve, para 400 viteve, para 600 viteve. Gjithë ata që kanë menaxhuar xhami e kanë mbajt hapun, e kanë mbajt pastër, e kanë mbajt ngroft, e kanë mbajt freskët verës, kanë siguru domethënë shadërvan për me marrë abdes, kanë siguru banjë dhe tualet për me prish abdes. E kjo është detyra e atyre kujdestarëve. Momenti që ata e lënë masdore, xhamia ma shumë shesë sa qelë. I përzen fëmijët për xhamia kur dojnë me mësu diçka për fesë. Dimnit e ftoft, verës e nxeft. Shadërvoni s'punon, s'ka ujë, banjot janë të papasta, s'punojnë. Ata kujdestar kanë më dhonë llogari para Allahut xhelal. E ke marrë amanet një vakëf dhe s'ja ke dhënë hakun atij vakëfit. E tash mos flasim për dikën që e merr përsipër me menaxhu vakëfet dhe e haron se ka vakëf. E uzurpojnë njerëzit. Tu të në Shkup, shumë toka vakufore, xhamia të vjetra, edhe objekte përreth xhamive, që kanë pjesë e vakëfeve, dhe janë dëmtu, janë prish, janë lënë masdore, ose i ka uzurpu dikush për njerëzve që ka jetu ati afër, ose i kanë uzurpu vetë njerëzit që kanë banu në ato objekte të vakëfit, ose i ka uzurpu shteti dhe pastaj va ka dhënë ku i ka dasht, apo dikush për kujdestarëve të vakëfit va ka shit dikujt si pronë e veten, kush do që ka bo kësi lloj sjelljesh të padrejta kundrejt këtij vakëfit, ai ka më dhënë llogari shumë të madhe dhe shumë të rëndë te Allahu xhelal. Andaj une edhe na duhet me kuptu një fakt. Vakëfi, një objekt i cili është ndërtu për ta shërby fen, edhe për ta shërby popullin. Ai kur nuk mund të bëhet pronë private. E të menaxhosh me te si të dush ti. Vakëfi ngelet vakëf. Edhe duhet menaxhohet në përputhje me qëllimet që ndërtu vakëfi. Momenti që del për atyre qëllimeve, ti ka bën padrejtësi.
edhe kemi dhënë llogari për Allahun xhelal. Tu të në Maqedoni, po edhe në Ballkan përgjithësi, muslimanët e parë të devotshëm kanë dhuru shumë toka vakëf. Kanë ndërtu shumë xhamia dhe të gjitha janë bë vakëf. Kanë ndërtu shumë imarete. E të këtë rast imareti e ka kuptimin e kompleksit, do thot turistik, me thonë kështu, ku ka hanin, hotelin, e ka kuzhinën popullore, po është edhe pjesë e tregut e ngjitur me te. Edhe në Prandërinë Osmane, ku është bo xhamia, afër xhamisë janë bo edhe imaret haner, komplekse tregtare, turistike, që njerëzit prej larg kanë ardhur në atë vend, kanë pas ku me flet, kanë pas ku me ula, hamamet kanë qenë aty afër, kanë pas domethënë ku me bë tregtin, edhe pastaj janë kthyer në vendet e veta. Edhe xhamia ka qenë afër aty për më fal. Ky ka qenë sistemi i qendrave tregtare në atë kohë. E plus toka të shumta në përfshatra që i kanë lënë njerëzit vakëf për xhamin e Katunit apo xhamin e qytetit. Të gjitha këto xhamia që janë në Shkup, apo shumica prej tyre, kanë vakëfe të shumta. Sikur se është xhamia e Isabeut për shembull, ka vakëfe që janë lënë vakëfname që janë dokumentet e vakëfit, se filan dyqani është lënë vakëf xhamisë e Isabeut. Filan dyqani është vakëf për xhamin e Isabeut. Filan toka është vakëf për xhamin e Isabeut. Këtë Sulihani është vakëf e Isabeut. Do njerëzit kur i kanë lënë ato, i kanë dedikuar, i kanë përcaktuar se ky vakëf ka qenë në shërbim të xhamisë e Isabeut. Që xhamia e Isabeut ka pas pronat e veta me të cilat është mirëmbajtur xhamia si xhami. Edhe në këtë formë është ndërtuar ajo filozofia e pavarësisë së xhamiave nga pasuria e shtetit apo nga pasuria e xhamatit. I ka të ardhunat e veta të sigurta, edhe menaxhohet në mënyrën e mirë, se normalisht një xhami sot ka shumë argjime. E ne besimtarët jemi konsumator, jemi përdorues xhamive. Në momentin që ti vjen në xhami, harxhon ujin e xhamis, harxhon rrymën e xhamis, harxhon tepihun e xhamis, harxhon klimën e xhamis, harxhon domethënë sistemin e nxemjes të xhamis. Kur vjen në xhami, ajo xhami ka nevojë për një imam i cili kujdeset për falë namazit. Ajo xhami ka nevojë për një muezin i cili kujdeset për ta thirrë ezanin çdo herë kohën e vet. Ajo xhami ka nevojë për një hatib i cili i ligjeron muslimanëve ligjërata për t'i vetëdijsuar fetarisht ata dhe për t'i nxit e motivuar në kujdesin e tyre ndaj vlerave islame. Ajo xhami ka nevojë për një mualim i cili ka marrë me mësimin e fëmijëve. E shifni dhe më ku ti marrësh parasysh të ketë, nëse një shtëpi e jonja ku i kemi na 40-50 metra katror, 70-80 metra katror, 100-200 metra katror, ka argjimet e veta, edhe sa ma shumë që rritet, do thot, metra katror e vendit ku banojmë na, rriten hargjimet, ashtu edhe xhamia, si pas madhësisë që ka, dhe densisë e aktiviteteve që ka, rriten kostot e hargjimeve. E muslimanët e parë kanë menuar që këto hargjime të rregullohen nëpërmes këtyre vakëfeve. Andaj edhe vazhdon kjo logjik të një pjesë e madhe e besimtarëve sot, që kur ndërtojnë xhamia, mundohen që atyre xhamiave me ia shoqërua edhe disa objekte komerciale, vakufore, që pastaj për të ardhurat atyre objekteve komerciale vakufore të mirëmohet xhamia. Që xhamati e mban se mban, ja din se din, kujdeset nuk kujdeset, xhamia me pas sigurt të ardhën e veta. Nga këtë kjo që e thash, denshesh ajo që na kena potencuar shumë herë. Xhamati i cili e shfrytëzon xhamin, është përdoruesi i xhamisë, e ka borxh para Allahut dhu xhelal. S'është më rëndësi ti a ki dokument për pagesë të antarësisë, as ki. E ki borxh para Allahut me dhon kontribut për më mbajtje e xhami. Përndryshe, ti nëse shfrytëzon mirësitë e xhamisë dhe nuk e pagun hakun tan për ta mirëmbajtur atë xhami, atëherë ti domethënë bën hile. E merr diçka
për cilën nuk pagun, a dikush tjetër për është e pagun, edhe te faktisht je keq përdërues i situatës. Edhe andaj na i themi muslimanëve që t'jenë të vëmendshëm edhe të kujdesshëm, të kenë frikë Zotin, që në momentin që ata i shfrytëzojnë xhamiat dhe përfitojnë prej të mirave që i sjell xhamia, normalisht përfitimit janë shumë të mëdha, janë shpirtënore, imanore, po janë edhe të rëndësishme për mirëqenien e familjes, edukative, arsimore për fëmijët, po bile edhe fatmirësisht shumë xhamia luajnë rolin edhe pajtuesve mes besimtarëve në probleme që i kanë ata. Sot me shkuti të një avokat me orë ta matë, me orë. Shkon të hoxha më konsultu për një mesele, asë nuk shkon menja me thonë ki që ndonë kohën për mu, a duhet unë e me pagujt, as duhet. Me këshilltar ekonomik, a këshilltari thot po, unë t'jap këshilla ekonomike, mirë po të kushtojnë. Vjen të hoxha me marrë këshilla për jetën tonë, ki problem me gruën tonë, ki problem me fëmijët e tu, ki problem me djalin tanë, ki problem me rejën tonë, kam problem djali me rejën tonë, me nusën e vetë, këtë probleme, ja zënë derën e hoxhës. Lip konsultën, lip ndihmën, edhe ata, alhamdulillah, deri sot, vazhdimisht e japin. Janë shërbim të xhamatit. Mirë po ti nuk e kupton se ajo kohë që është ndame, do të është kohë pune. Dhe përdesë është kohë pune, ajo do të më pagujt. Por, shumica e muslimanëve mjaftohen me faliminderit. Allahu ta shpërbleft. Edhe harrojnë se domethënë ajo është shpërblim shumë i madh, ama borxhin material ndaj tij se ke la. Fatmirësisht edhe këtu them hoxhallarët janë shumë zemërxhan, edhe elhamdulillah nuk janë materialista dhe nuk e bëjnë mendjen me s'mja bo halal dikuj që ja harxhon kohën, por njeriu vetë duhet me korrigju vetveten e vet dhe me ja pas ngale. Nëse unalat e puna e vakëfit më tregu se është një sistem ideal dhe inovativ që kanë bërë musliman për të mirëmbajtur jetën shoqërore dhe aktivitetet shoqërore fetare, dhe se fatkeqësisht i është bërë një zullum shumë i madh për institucioneve që duhet menaxhojnë me vakëfet. Shumë vakëfe janë shit, shumë vakëfe janë keq përdor, dhe shumë vakëfe që i kemi nuk i mirëmbajmë. A përgjegjësia jonë është me kujdes për to, normalisht si amanet ndaj të parit që e kalon, po edhe si plan për ta shfrytzuar dhe për ta efektivizuar atë vakëf në shërbim të thirrjes islame dhe të shoqërisë që na jetojmë. Koha që kemi disponim veç na përfundoj, na inshallah taala me mësime dhe procedura vazhdojmë në dersën e ardhshëm, duke lutur Allahun të na jepë të dobishme dhe vepra të mira, të jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami, për të marrë këto porosi, elusim Allahun e madhëshëm të na bashkojë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus, wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.